Tavolina e festës, zbukurimi i saj, vendosja e pjatave, pecetave festive, të gjithë elementet e dekorit janë pjesë e ritualit të rëndësishëm të festës. Pasi kemi shpenzuar për veshje, për dhurata, për zbukurime, gjithçka përqendrohet tek tryeza, aty ku e gjithë familja bëhet bashk për festa. Sot jemi tek Coin Casa për të prezantuar disa ide se si të shtroni tavolinën tuaj festive. Përshëndetje, duke qenë se jemi në prag festash, sot do demonstrojmë disa variante të shtrimit të një tavoline. Atëherë, këtu kemi një variant që është në ngjyrën gold. Si fillim, bëjmë shtrimin e mbulesës, e cila është në ngjyrën gold, siç shikohet, ka një përbërje 100% pambuk dhe është në madhësi të ndryshme. Mbulesat i kemi në variante madhësie të ndryshme sipas përshtatjes së tavolinës. Pasi kemi bërë shtrimin e mbulesës, ne përdorim qentrot individuale. Në shumë raste mund të përdoret dhe një pjatancë e madhe që është individuale po përsëri. Pastaj vendosim setin e pjatave, të cilin në këtë rast e kemi në ngjyrën gold dhe është në cilësinë më të mirë të porcelanit, është një nga cilësitë më të mira. Pasi kemi vendos pjatat, vendosim gotat, të cilat kemi të përfshirë gotën e verës dhe gotën e ujit. Gjithashtu nuk lëm pa përfshirë dhe setin e servisjeve, që janë inox 1810, një nga cilësitë më të mira, pecetat e tavolinës që lidhen me mbulesën dhe unazat e dekoreve, gjithashtu që përfshihen në këtë tavolinë.